Këngëtarja nga Prishtina, njohur me famë botërore Dua Lipa, së shpejti do të mbajë një koncert bamirësie në Parkun e Gërmis në Prishtinë. Parat për shitjen e biletave do të grumbullohen për t'i dhuruar për bamirësinë e Kosovë dhe në fondacionin Sunny Hill, i krijuar nga vetë këngëtarja Dua Lipa. Këtë e ka bërë të ditur kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili paralajmëroi rreth detajeve nga koncerti që do të mbahet me datën 9 gusht. Kem fillu me këtë koncert të Dua Lipës, po shpresojmë që me këtë fillim të mbar të nisim organizime të tilla të cilat Prishtina ne vendosin në hartën kulturore të evenimenteve të tilla, pra shpresojmë që Dua të jetë vetëm një hapje e koncerteve të tilla të këngëtarëve të njohur ndërkombëtar. Dugaxhin Lipa, drejtor ekzekutiv i Republika Communication, babai i këngëtares Dua Lipa, theksoi se vajza e tij ka shprehur dëshirë të mbajë koncert në Prishtinë pas një përfitim material. Kemi kënaqësinë unë posaçërisht e komunikacijit të veçantë për anonsimin e parë të koncertit të tillë të Duas, që po bëhet në vendlindjen time, domethënë në Prishtinë, ku edhe ajo e ndin veten shumë prishtinase, por ato edhe kemi një ekstra detyrë për organizimin sa më të mirë të këtij koncertit. Ndërsa Ernest Jusufi, drejtor ekzekutiv i Bira Peja, u shpreh se bashku me komunën e Prishtinës janë munduar të aranjojnë evente të ndryshme për qytetarët e Kosovës. Ne përveç koncertit të Dua Lipës në përkrojmë edhe Majlinda Kelmendin, futbollin e Kosovës, futbollin e Shqipërisë, mundohemi pra të kena të marrim një përgjegjësi tonë publike. Njëkohësisht na së bashku me komunën e Prishtinës jemi mundu të aranjojmë evente të ndryshme, ku qytetari i Kosovës sa do pak të kënaqet dhe të ketë një jetë pak a shumë sociale të cilën e meriton. Për të gjithë të interesuarit, biletat do të fillojnë të shiten nga data 25 korrik. Në konferencë u bë ditur se shpenzimet e këtij koncerti do t'i mbulojë komuna e Prishtinës, ndërsa sponsor gjeneral është Bira Peja. Po mendojmë që me 10 euro